Korrupsioni ka marrë një goditje shumë të madhe. Sot, tani, mbasi të mbaroj, unë nuk do të rri dot më në Durrës, megjithëse kam shumë dëshirë që të rri akoma, se ka shumë gjëra për të parë me anin nga punët, do shkoj në Tiranë sepse bëhet prezantimi i një raporti shumë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës që lidhet me korrupsionin. Dhe ku Shqipëria përsëri vlerësohet lart për çka ka bërë. Tani kjo histori nuk mund të jetë që hajdut, kështë bën betkot. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kohë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes.